Hëna e plotë e fundit e vitit 2025 është gati të lindë dhe këtë nuk duhet ta humbas askush. Në natën e 4 dhe 5 dhjetorit, qielli i dimrit do të ndizet nga Cold Moon, hëna e fundit e plotë e vitit. Quhet kështu sepse shfaqet kur ajri është më i ngrirë, kur nata është më e qetë dhe kur bota duket sikur ka ndalur frymën për një çast. Kjo hënë është më e madhe, më e ndritshme dhe ka atë nuancën e artë që e shoqëron vetëm në ditët më të ftohta të vitit. Nuk të duhet teleskop, pajisje, asnjë përgatitje shkencore, vetëm dëshirë për mrekullitë e natyrës që jepen falas. Vetëm dil jashtë pas perëndimit të diellit, kthej syt nga lindja dhe shijo spektaklin. Qielli do të ofrojë një shfaqje falas, një dritare të vogël magjie në mesin e motorit të jetës së përditshme. Cold Moon ka qenë gjithmonë simbol i qëndrueshmërisë, një kujtesë se edhe kur gjithçka ngrin, edhe kur errësira duket e pafund, drita e saj e artë shfaqet dhe na rikujton se ciklet mbyllen, vetëm për të nisur të reja. Në shumë kultura, kjo hënë njihet si hëna e pastrimit, hëna e heshtjes, hëna e lamtumirës. Është momenti kur viti t'i afrohet fundi dhe njeriu ndalet për pak, mendon, falenderon dhe lë pas gjithçka që nuk do ta marrë me vete në vitin e ardhshëm. Shumë njerëz e përdorin këtë natë për reflektim, meditimin e fundit, shkrimin e një dëshire apo falenderimi. E gjitha në dritën e një hëne që duket sikur të dëgjon. Nëse qielli është i kthjellët, do ta shohësh Cold Moon duke u ngjitur ngadalë, duke ndriçuar çatit, pemët e zhveshura dhe rrugët e heshtura të dimrit. Shikimi i saj sjell një ndjesi që nuk kopjohet, një qetësi që vetëm natyra dhe koha din ta ofrojnë. Shkruaj në një letër gjërat që dëshiron t'i lëshosh pas vete, zakonisht zakone, mendime negative ose marrëdhënie që nuk të shërbejnë. Digji letrën në një vend të sigurt ose coptoje dhe hidh copat në ujë rrjedhës ose në tokë. Ndjehu e lehtësuar dhe simbolikisht pastro energjinë e vjetër. 2 Meditim dhe reflektim. Fokusohu mbi vetveten dhe vitin që po mbaron. Merr frymë thellë, shiko hënën dhe vendos qëllime të qarta për vitin e ardhshëm. Mund të përdorësh aromaterapi ose një qiri të bardhë për fokus dhe qetësi. 3 Vendosja e qëllimeve. Shkruaj 3-5 qëllime ose dëshira që do të ndjekësh në vitin e ardhshëm. Mbaj letrën pranë hënës gjatë natës ose vendose atë pranë qiririt. Kjo simbolizon energjinë e hënës që mbështet synimet e tua. 4 Magjia simbolike e hënës. Mbaj kristale si ametist, kuarc i bardhë ose selenit pranë hënës për pastrim dhe mbushje energjie. Medito duke ndjerë energjinë e hënës që të mbush me qetësi dhe fuqinë për të përmbushur qëllimet. Kështu që sonte. Ndalo. Merr frymë. Ngri kokën. Hëna e fundit e vitit 2025 është më shumë se një ngjarje astronomike, është një kujtesë e thjeshtë dhe e fuqishme, edhe në stinët më të ftohta, bukuria lartë vazhdon të shkëlqejë. Sipas kalendarëve astrologjik dhe astronomik, një spektakël tjetër hëne e plotë, Ulf Moon, ose hena e ujkut pritet të ndodhë më 3 janar 2026.